Duket se kompania Kurum që ka privatizuar hidrocentralet Ulës dhe Shkopet ka reflektuar pas lajmit të Ma Televizion në lidhje me rrezikun e shtimit natyral të peshkut në liçenet e Ulës dhe Shkopetit. Shfrytëzimi në maksimum i ujit për prodhim të energjisë elektrike kishte bërë që gjatë muajit prill niveli i liçenit të ishte thuajse në pikën e vdekjes, duke vënë në rrezik një proces shumë të rëndësishëm për ekonominë nënujore të Ulës, që është hedhja e vezëve nga peshku krap. Këtë proces ai e bën në Cektin me Bimsi, që është kryesisht zona e fshatit rreth e bazë, dhe ajo Urakës. Në të dy këto zona niveli i ujit kishte mbetur vetëm në shtratin e lumit mat, hapësirë kjo e pamjaftueshme për kryerjen e procesit nga ana e peshkut. Ndërkohë, pas shqetësimit të ngritur në Ma Televizion, kompania duket se ka reflektuar ku ka kufizuar prodhimin e energjisë elektrike, duke bërë që niveli i ujit të rritet ndjeshëm në periudhën që bëhet shtimi natyral i peshkut në këto dy basene ujore. Shqetësues fakti në periudhën e moratoriumit të peshkut që ka nisur nga data 25 prill deri në fund të muajit maj mbetet gjuetie e paligjshme. Dyshohet se persona të papërgjegjshëm shfrytëzojnë këtë periudhë për të peshkuar me rrjeta apo forma të tjera, ndërsa autoritetet paralajmërojnë ndëshkime të forta ligjore për çdo që konstatohet duke peshkuar.